Vrasja e shqiptarit dhe pronarit të tij në Greqi, zbulohet testamenti i biznesmenit shkak për ekzekutimin e tyre. Sikurse po e shihni në këto pamje të televizionit grek, hetimet për vrasjen e pronarit 68 vjeçar të kampingut dhe punëtorit 62 vjeçar shqiptar në Finokunda të Mesinias në Greqi po vazhdojnë me intensitet të lartë nga autoritetet greke. Policia po përpiqet të zgjidhë enigmën për të identifikuar autorin e vrasjes së dy fishë në Greqi, ku mbeti i vrarë pronari i një kampingu dhe punonjësi i tij shqiptar, dhe ku dyshohet se shkaki i vrasjes është një testament i lënë nga pronari për nipin e tij. Testamenti i zbuluar tregon se pista kryesore mbetet ajo e pasurisë dhe konflikteve që ajo solli, pasi biznesmeni kishte në një pjesë të konsiderueshme të pasurisë, njëri nga nipa dhe një pjesë tjetër punëtorit shqiptar. Mes të dyshuarë për vrasjen e dy fishëve është nipi i biznesmenit, i cili ishte i vetmi i mbijetuar nga sulmi fatal të djerën e kaluar. Ai ka dhënë dëshmi kontradiktore, ndërsa besohet se ai dhe familjarët të tjerë janë pa kënaqur për shkak të testamentit, dhe pse më shumë se gjysma e pasurisë do t'i kalonte atij. Pronari i kampingut kishte hartuar testamentin 3 ditë para vrasjes. Me të ai jepte pjesën më të madhe të pronës nipit të tij, i cili ishte dëshmitari i ngjarjes. Në testament ai linte kujdestarit kampingut, mikut të tij ngushtë shqiptar që u vran natën e së dielës, gjysmën e arës që zotëronte së bashku me nipin, si dhe shumë të konsiderueshme parash. Në fund, biznesmeni shprehte dëshirën që motra dhe djali i saj të merrnin 100.000 euro secili, ndërsa miku i tij të merrte 200.000 euro në rast se nipi i tij vendoste ta shiste pronën.